Sikur se ju njoftova, lajmi ditës i pak orëve më përpara ishte dhe reagimi zyrtar i cili erdhi nga LDK për të propozuar emrin e kësaj partie për president, pra propozimin e saj, dhe kemi Vjosa Osmanin. Regjia, më ndihmoni pak të lexojmë se çfarë vjen në deklarat për te dhe deklaratës publike që ne ndoqëm ditën e sotme nga zoti Abdi Xhiku, i cili e shpalli zyrtarisht Vjosa Osmanin. Ky është edhe postimi i cili është bërë në rrjetet sociale. Në unanimitet të plot, LDK votoi propozimin dhe vendimin e kryesisë që në garën e ardhshme Vjosa Osmani të jetë kandidate për presidente dhe unë të jem kandidat për kryeministër. Është edhe postimi apo një pjesë e deklaratës që ka ardhur nga zoti Abdi Xhiku, postuar në faqen zyrtare të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë drejtim do të ofrojmë një platformë zhvillimore të brendshme, integruese jashtë që i kthen dinjitetin politikës kosovare dhe përfaqësimit të Kosovës. Ditë më përpara ende nuk ishte menduar që Kosova apo në rastin konkret LDK a do ta propozonte apo jo emrin e Vjosa Osmanit për shkak të marrëdhënies që ajo ka patur me LDK, largimet të saj dhe bashkimit me lëvizjeve të vendosje, dhe tashmë kemi një rikthim. Ndërkohë, shohim pak dhe ndjekim postimin e bërë nga zoti Kurti ditën e sotme, i cili me sa duket, të paktën kështu dhe në reagimet e tij apo në retorikën politike, ka qenë shumë pozitiv dhe shumë optimist që në këto zgjedhje lëvizjeve të vendosje madje do të ketë një rezultat akoma më të thelluar nga çfarë ndoqëm me 28 dhjetor 2025. Falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës për mbështetjen e vazhdueshme për qeverisjen tonë të mirë dhe të drejtë. Mirënjohës thot zoti Kurti në postimin e bërë në Facebook. Mirënjohës Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes për besimin e dhënë për zgjedhjet 7 qershori 2026 na prifte mbara. Ky nuk është i vetmi reagim, por zoti Kurti ka patur edhe në deklaratat e tij një shprehje, ashtu sikur si u thash, që do t'i tejkaloj rezultatet, kuptohet, për të rritur lëvizjeve të vendosje në zgjedhje të cilat vinë në më pak se sa një muaj. Sot është data 9 maj dhe kemi të reja nga Kosova. Shumë për diskutuar, por të ftuarit në studio dhe ata që do na bashkohen në lidhje live nga Kosova do na japin një panoramë të plotë dhe analizë të të gjitha zhvillimeve. Kënaqësi të kem ditën e sotme të ftuar në studio Arben Çeku, ish ambasador. Kënaqësi shumë që ju kam në studio, ambasador. Kënaqësi Armand Plaka, studiuesi çështjeve rajonale dhe për te i tyre.